Dy çështje që janë shumë të ndërlidhura zoti Rusemi, pas asaj që ndodhi me dekretin e presidentës, ju e thatë edhe më herët që dhe ju konsiderojnë që ju keni nis tashmë procesin edhe thirreni në atë nenin ku thuhet që 60 ditë nga nisja e procesit, kështu që ju më të nisni me shtjerë ose brenda 60 ditësh që sipas jush është filluar me 5 mars, me nxjerr një rezultat që na nxjerr edhe emrin e presidentit apo për presidentes. Në ndërkohë, zonja Osmani ka shpallur një dekret për shpërndarje të kuvendit, duke u thirrur në një nen tjetër që thotë që tashmë është tjerë afati 30 ditor kur është dashur të dihet emri i presidentit të ardhshëm dhe kjo shkoi në gjykatën kushtetuese. Kjo është e para mbi dekretin vetvete, domethënë besoj keni ju një lloj vlerësimi politik mbi atë, se është i valid ose jo dekreti. Dhe e dyta keni dhënë një deklaratë që bëni shumë vuje, mor shumë hove sensacion që dikush nga ambasadat apo ambasadorët po ushtron një lloj ndikimi apo presioni mbi gjykatën kushtetuese. Kush janë ata që po ushtrojnë ndikim mbi gjykatën kushtetuese, cilët ambasador, cilët janë ato palë që tentojnë me minusi me thonë rolin e gjykatës, dhe krahas kësaj, a është kjo një lloj strategjie tjetër që në potencialisht në një vendim të gjykatës kushtetuese që jep të drejtë Vjosa Osmanit, ju më thonë, a ju kemi thonë që dikush po ushtron presion mbi gjykatën. Thonë që do dy çështje nëse mund. Për ta nisur me dekretin, natyrisht ne besojmë edhe kemi dhënë edhe argumentet, sepse tashmë kemi dy kërkesa në gjykatë kushtetuese mbi këtë çështje, që dekreti është qartazi në kundërshtim me kushtetutën. Edhe për nga karakteri i sistemit ton politik i Republikës Parlamentare, edhe për nga roli dhe funksioni që ka presidenti i Republikës Kosovës si balancuesi i pushteteve, duke mos qenë pushtet, edhe duke garantu ekuilibrin në mes të pushteteve, në kuptimin e garantimit të funksionimit kushtetues të institucioneve, është te kalimi i autorizimeve kushtetuese dhe një veprim arbitrar, ndërprerja e mandatit të kuvendit të përfaqësuesve të popullit, të institucionit të vetëm që është vërteta të zgjedhur drejt për drejt nga qytetarët. Në cilin do aspekt do të thoja unë, ose në cilin do pikpamje kushtetuese që e rrok çështjen e dekretit, nxirret gjithsesi antikushtetues. Jo vetëm nga referenca tek neni 82 paragrafi 1.3 që në mënyrë eksplicite, strikte dhe qartë përcakton rrethonat dhe situata se kur mund të shpërndahet kuvendi ose kur duhet të shpërndahet kuvendi, por në të njëjtën kohë edhe me nene tjera, siç janë kompetencat e presidentit të Republikës që nuk e parashojnë një autorizim të tillë kushtetues shpërndarjen e kuvendit, apo edhe vetëm me kuptimin e nenit 86 në cilin është referuar presidenti Osmani, apo edhe me vetë le të themi nenët që përcaktojnë karakterin e sistemit ton parlamentar dhe vlerat kushtetuese që mishnon vetë Kushtetuta e Republikës Kosovës. Mbas edhe mbi bazën e metodës le të themi të tri këmbëve të karrikës, se karrika me tre këmbë, vetëm nëse njëra këmbë le të themi hiqet rrezohet, por në rastin konkret të tri këmbët mbi cilët është bazuar dekreti janë baza të cilat e nxjerrin si antikushtetues, por vetëm edhe njëra mjafton për ta konstatuar dhe për ta vlerësuar si dekret antikushtetues. Shpërndarja e kuvendit në një republikë parlamentare siç është Republika e Kosovës nuk parasheh asnjë diskrecion dhe asnjë autorizim për presidentin e Republikës, është që shpërndarja e kuvendit në sistemet parlamentare të pastra që është Republika e Kosovës është në fakt një lloj raporti i legjislaturës me ekzekutivin. Do të thënë dhe presidenti i Republikës qëndron sipër si një lloj garantuesi i shmangjes së krizave edhe le të themi i respektimit të dispozitave dhe i karakterit kushtetues të Republikës. Prandaj sjellja e zonës Zoni në këtë mes dhe në këtë pikë ka qenë një veprim gjithsesi arbitrar, i pashembull që është vërteta për sistemet parlamentare, dhe prandaj për të ndërlidhur edhe me pjesën e dytë të pyetjes. Pra gjykata ka një rast të rëndësishëm gjithsesi për aktualitetin politik, por e ka një rast edhe me ndikim të madh në karakterin e sistemit politik, të sistemit parlamentar të Republikës Kosovës. Dhe në këtë kuptim,
Unë fakti kam lutur ambasadorët që në këtë kohë dhe në këtë ditë e paramarrjes së vendimit nga ana e gjykatës kushtetuese të mos e vizitojnë gjykatën dhe mos të atakojnë kryetarin e gjykatës apo anëtarët e gjykatës kushtetuese që mund të lexohet, le të themi, ose interpretohet si ndërhyrje sindikim. Ne kemi pasur raste të tilla, jo më larg se vitin e kaluar, kemi pasur vizita, disa vizita e takime edhe përtej ambasadorëve në prag të ose në vigjilje të nxjerrjes së vendimeve përfundimtare nga gjykata kushtetuese. Unë besoj shumë në përfiturimin që kam për gjykatën. Megjithatë, do të rithemi shkurt, ju e mirëpritet masën e përkohshme të gjykatës, domethënë ju besoj tashmë e keni një dozë të besimit që gjykata merr veprime ose vendime meritore. Po besoni që ka një lloj komploti që mund të krijohet atë ushtrohet si lloj ndikimi ndaj gjykatës në një situatë? Jo, nuk kam folur për komplot. Unë i kam lutur ambasadorët në mënyrë shumë të qartë për të kursyer gjykatën kushtetuese në prag të marrjes së vendimeve nga vizitat dhe takimet dhe për me i lut duheni besoj me pas informacion që ata tashmë e kanë vizituar gjykatën. Besoj që kam qenë i qartë dhe e kaluara jone afërt është dëshmi e qartë që ka pasur vizita dhe takime diplomatike për te ambasadorëve në prag të marrjes së vendimeve të rëndësishme nga ana e gjykatës kushtetuese. Por e thash që para gjykatës është një rast i rëndësishëm jo vetëm për aktualitetin politik, por edhe për karakterin e sistemit ton politik. Dhe në këtë kuptim nuk ka hapësirë për një vendim të ekuilibruar, le të themi, të gjykatës kushtetuese. Unë vetëm kërkoj pres nga gjykata kushtetuese që të jetë strikte në interpretim dhe në gjykim të këtij rasti dhe të marrë një vendim meritor në përputhje me argumentet të dhëna nga të gjitha palët. Dekreti ekziston, 2 kërkesa tashmë janë adresuar, palët e kanë pasur mundësi të kundërpërgjigjen nëpërmjet komenteve dhe është në natyrën që është vërteta të gjykatës kushtetuese që kur ka në procedurë një rast të gjykimi të tërhiqet në atë vetmin e gjyqtarëve të institucionit të më të lartë në kuptimin e interpretimit përfundimtar të kushtetutës dhe ta marrë vendimin meritor pas një ndikim, pa kur farë presioni, le të themi pa kur farë shqetësimi madje as nga diskutimet anësore që mund të bën në publik. Edhe pritet një gjë të tillë nga ana e gjykatës kushtetuese. Domethënë gjykata kushtetuese është një institucion tepër i rëndësishëm, nuk po flas për përbërjen, po flas për karakterin e gjykatës kushtetuese që të tërhiqet tashmë në pikërisht në atë rolin që ka e pritet prej saj dhe ta trajtojnë mbi baza meritore. Nuk kemi nevojë për një aktgjykim që balancon pozicione dhe që do të kishte pasaj një ndikim negativ në karakterin e rendit ton kushtetuese, sistemin ton politik e parlamentar dhe të pozicioneve në rastin konkret të pushtetit dhe të rolit të presidentit të Republikës. Ne besojmë, për të qenë korrekt, nuk po them jemi të bindur që dekreti është në kundërshtim me kushtetutën dhe që me 31 mars gjykata kushtetuese do ta konfirmojë një gjë të tillë, presim që do ta konfirmojë dhe kësaj do t'i jap kuvendit kohë dhe mundësi që të kthehet përpjekjeve për të zgjedhur presidentin e Republikës në këtë afatin 6 dhjetor dhe nëse eventualisht dështon zgjedhja e presidentit të Republikës në afatin 6 dhjetor, padyshim që shpërndarja e kuvendit bëhet faktike dhe zgjedhjet e jashtëzakonshme bëhen të pashmangshme. Por le të shpresojmë, le të punojmë që në këtë afat do të ketë mundësi të ketë marrëveshje pozitë dhe opozitë dhe për të shmangur zgjedhjet dhe për të tejkaluar këtë çështje. Është interpretimin kam përcjell domethënë diskutimet, sepse në këtu po them pak për publikun, përveç karakterit të sistemit politik, Kushtetuta e Kosovës nuk lë diskrecion për sa i përket shpërndarjes së kuvendit, ka vetëm dy rrethana të shpërndarjes së kuvendit me disa situata brenda tyre. Rrethana e parë është në i qartë të dy me ato 3 momente se kur duhet të shpërndahet kuvendi, kur nuk përmbush përgjegjësinë që pritet prej kuvendit, dhe natyrisht është shpërndarja, le të themi, e tërthartë e kuvendit
si pasojë e dështimit për të përmbushur në mënyrë të drejtë për drejtë, në mënyrë konkrete përgjegjësinë, e që është zgjedhja e qeverisë në 95, pasi që ka dështuar edhe i mandatuari i dytë, dhe zgjedhja e presidentit sipas neni 86 paragrafi 6, kur edhe në raundin e tretë asnjëri prej kandidatëve nuk ka marrur së paku 61 vota. Interpretimi i paragrafit 2 të neni 86 që ka bërë presidenti i Republikës, por dhe përfaqësuesi i opozitës, është krejtësisht i gabuar edhe në kuptimin e hierarkisë së dispozitave kushtetuese që është e vërteta, sepse kur flasim për shpërndarjen e kuvendit, duhet të shkosh direkt te neni 82. Po flasim për shpërndarjen e kuvendit. Ndërkohë që paragrafi 2 me afatin 30 ditor nuk parashën në mënyrë të drejtë pasojë juridike nëse eventualisht kuvendi nuk arrin të zgjedhë presidentin në afatin e përcaktuar, diçka si ai afati 30 ditor për konstituimin e kuvendit që ka interpretuar gjykata kushtetuese vitin e kaluar.